والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Ibn Abi Shayba, Abdur Razzaq dhe të tjerët se Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka thënë: "Ma dumta fi s-salati fa anta taqra'u bab al-malik, wa man yaqra'u bab al-malik yushaku an yadkhula fihi, yushaku an yuftaha lahu." Thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, përderisa je në namaz, ti në realitet je duke trokitur në derën e mbretit. Ai që troket në derën e mbretit, së shpejti pritet të i hapet dera. Kjo është një prej fjalëve ose prej margaritarëve të bukur të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, që flet për shtyllën më të rëndësishme të fesë pas shahadetit, e që është namazi. Dhe flet me një formë me një shembull të prekshëm aktual, që përmes këtij shembulli me kuptu edhe pozitën e namazit, edhe pozitën e koncentrimit në të, meditimit, po edhe pozitën e lutjes në namaz. Pse Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu qysh në fillim e nis kështu, këtë formë? Ti je përderisa je në namaz, je duke trokitur në derën e mbretit. Kjo është pika e parë që besoj që ja vlen mund dal, për arsye se e ka veçu namazin prej gjërave tjera. Ka mujt me thonë përderisa je në adhurime të ndryshme, ka mujt me thonë përderisa je në zekat, namaz, në haxh, mi grumbullu. Nuk i ka përmen asë njënë për këtëne. Po ka thonë ti përderisa je në namaz, je duke trokit në derën e mbretit. Nga se nuk ka diçka që i ngjason namazit. Nuk ka diçka që troket robi në derën e Allahut ma shumë edhe ma të sigurt se sa namazi. Për këtë arsye Ibn Qayyim rahimahullah thot një fjalë shumë bukur. Thot robi qëndron para Allahut në dy raste. Në namaz edhe në ditën e gjykimit. Ai që qëndron në namaz ç'është duhet, ka me qëndruar ditën e gjykimit. Ai që nuk qëndron në namaz ç'është duhet, s'ka me qëndruar ditën e gjykimit. Për arsye se namazi, përveç që shmohon si trajtim ma shumë i gjonë dhe alhamdulillah ka diskutuar shumë ma gjallar për këtë temë. Po unë mendoj që një pika shumë e rëndësishme të namazit që na jep me kuptu pak a shumë atëfar shpirtin e namazit. Nuk ka adhurim në islam që tregon robrin e njerit ma mirë se namazi. S'ka adhurim në islam. As nuk i përngjason, as nuk i afrohet. Që tregon që ti je rob i Zotit se sa namazi. E me bovakia njeri, njëtën e ti, me mëri pozitën e robris, el-ubudija, të qenërit e rob i Zotit, rob, tamam, jo vetëm fjalë me thonë, të qenërit e rob i Zotit, atëherë është pozita ma e madhe që mund me mëri njerin këtë dynja, që ka kërku edhe vetë pejgamberi sa pe Allahut. E për arsye se ç't pikë ta jep në mënyrë të drejtë për drejtë namazi, me ditë pozitën tënde, me qenë rob i Zotit, me nështru atij, mënyra edhe me zemër, edhe me mendje, po edhe me gjymtyr. Do më thonë në mënyra që shrejnë kom, pastaj bjen në ruku, pastaj bjen sejdë në tokë, dhe më komplet kjo mënyra, forma që lëviz njeri namaz, e kallëzon një nështrim plot. Po këtë arsye banorët e Mekës e kanë pas shumë problem me rënë sejdë, ata që ka simbol musliman. Edhe njëherë kur ka lexuar pejgamberi sa majetën e sejdës, disa prej tyre në habit kanë rënë sejdë bashkë me pejgamberin, disa kur ju kanë rënë mend kush janë e kanë marrë dhëvën edhe kanë nu në ballë. Sa ka marrë mendja më në shtru, me rënë sejdë.
Pse se domethënë kjo është tani kjo është ndështrim tamam ndaj Zotit. E namazit ta jep ç't pozitë që nuk ta jep pas një adhurim tjetër. Ti je rob, Allahu është Zoti. Ti je krijesa, Allahu është krijuesi. Përdesa ti je rob, ti nënshtrohesh Zotit. Dhe përdesa ti nënshtrohesh Zotit, ti e ke mri pozitën më të mirë që ka mundësi me mri si rob këtë dënjo. Andaj sikur se Allahu Mesudi po do më thonë përmes kësaj fjale që ti morësh me trokit derën e Zotit kasmos. Edhe me sadak, morësh me trokit, edhe me haxh, s'ka dyshim që trokat. Edhe me agjerim, s'ka dyshim që trokat. Krejt, ama kur të krahasohet namazi, trokitja në këtë derë me namaz të tjera nuk përmenden. Pse se aty është forma më e plot edhe më kuptim plotë që ka mundësi me trokit e robi derën të Allahut. Kjo është pika e parë. Pika e dytë është vëllazni. Thot në këtë shembull ose këtë fjalë Abdullah Mesudi që e përdor mënyrën e trokitjes. Dietar thonë zakonisht kur troket dikush nder, ka përmend këta Sheikh Salih al-Sheikh, Allah e rujt. Thot zakonisht kur troket dikush nder, thot fol me ata çka ashtu, tu desh më qel dera me ta. Që do të me ta qela i derën, me Zotin e shtëpisë me një fjalë. Troket derën dhe thu, hey, ka mundësi me qel dikush derën. Ose kështu me radhë. E sikur se Abdullah Mesudi përmes së fjale, po thotë që robi kur t'jen namaz nuk dorëzohet, nuk nalët, nuk mjaftohet, po vazhdimisht i troket Zotit edhe e lut Zotin. Dhe çfarë forme e lut? Sikur që është tu fol me Zotin. Sikur që është tu bashkëbisedu me Zotin. Dhe kjo do vëllazni, kjo vjen masi ta arrish meditimin. Masi ta arrish qasën e duhur prej përfitimit që e kemi në namaz. Jo një namaz i cili bëhet për njerëzve nuk e din, masi të kryet namazi çka ka fal. Ja, ky nuk është. Ky ka met fiskultur, ky ka met adet. Na jena të fol për namazin që nuk e kena në mesin ton. Jena të fol për namazin që hala pa u lidh dritën komt. Për shtaj na të fol. Jena të fol që për namazin që tu marr abdest ndryshohet ngjyra e fytyrës, hala pa hin xhami. Edhe jena të fol për namazin që kur thirrët ezani nuk dëgjon jashtë xhamisë. Çka hon disa pediatarë të hershëm, ja që na nuk kena këtë temë. Çka hon disa pediatarë të hershëm, unë vjen marrë prej Allahut më thirr azani edhe unë më kon jashtë. Sa i po thirr për namaz, unë do të patjetër më shku më hartë. Unë mos më kon çaj që thirrna, unë më kon ai që ju më përgjigj para se më thirr azani. E tash në çit momenti troket në derën e Allahut, do më thonë duhesh me trokit në mënyrë të vazhdueshme. Jo një herë, 2 herë. Jo 3 herë, 4 herë. Jo, duhesh me trokit. Duhesh me trokit. Vazhdimisht, nëse don me tu qelë për një me dera, edhe me hi në faljen absolute të Zotit, në parajsën e kësaj bote, në knatësinë e kësaj bote, duhet me trokit nder shpesh. Problemi të muslimanët këtë ras po folmi, se për tjertë i kena la durët më të pëtëne. Problemi të një pjesë e muslimanëve është se ata janë të e provu Allahun me adhurimet të tëne. Janë të e provu, janë të e këshyra, po funksionon. Ta këshyri, hejbe, qysh be po ta çfarë problemi, ju më falën, një javë ju më falën dhe ku gjatë së bo. Një javë. Një javë ditë dhe së bo ku gjatë. Do më thonë ti jetu qasja jote e namazit, e trokitës nder është qasje e materializmit. Ti jetu i bo 10 herë, mas 10 herë du me ndodhë diçka. E 20 herë, ja 20 herë s'ka nevoj, veç 10 herë duhet. U kry ballash 10 herë. Do më thonë, na ina të lypën pe Zotit më të madhen me mundin më të voglin. Më të madhen ina të lypën me mundin më të vogël. Se ku që të ke një shekë, Allahu e rujt, thëjke najna të e lypë për mes sadakës gjenetin, që është çmimi më i madh, amo pinzirmi që shtojmë të na ato parët e hekrit. Pilypmi parët e hekrit në përgjepa. Pilypmi centat në përgjepa. Dhe mojna të desh me blet diçka shumë shtrejt që na e dim që në këtë dynjë zblet me centa.
E ta shpilojmë këto tjera tonë dhe përshymi na për xhepa mos na ka mbet ndaj cent dikun. Jo, kështu. Kjo nuk shon vllazni. Këto janë prova. Edhe me adhurime na shpeshherë bëjmë prova me Zotin. Edhe në sprova kur jena bëjmë prova edhe në sprovë. Edhe unë përmenda duket një ders jo të kaluam, duket para të kaluamit. Thash a shumë keq te një pjesë e muslimanëve që të prova që i bëjnë me Zotin edhe ju jetë hatre. Qysh bëone, e kum bë kështu, qysh më ndodhi kjo? Qysh bëone ku më ditë se herë jam lutë edhe s'u ndodhi xhat. Domthon ashtu i met hatre, domthon ky çasi pozite ka ky. Që ky domthonën sikur ai personi me bova kia me be Allah ja çon be në vend. Jo vallahi si ki punë për çashto. Që me be Allah me ta çu be në vend. Sa shkë punë. Sa situata çatë. E na për fat keq edhe nëse trokitmi pak. Trokitmi pak. Edhe nëse trokitmi që kjo pak jashtë ka është, nuk është e vazhdueshme. Është periodike, është për një kohë caktuar, edhe them le balla bo. Po. S'pasa për kësaj punës, o kryma vetë. Dhe e treta do shohlazni, yushaku an yuftahala. Ai që troket derën e mbretit, i na të vol për derën e mbretit, se na të vol për derën e robërve. I na të vol për derën e mbretit. Çdo kush jashtë mbretit, absolut, Allahut është rob. Do t'i qelet ati këtë derë. Edhe kjo është po ashtu pika e rëndësishme të muslimant. Muslimant, ata që trokasin ka pak në derën e Zotit, menojnë që çaja derë ka mu qelën qatë formën ata që shëdojnë. Qatë myrën ata që shëmenojnë. Nashi dera u qelë, po ai nuk ashtu e pa. Ai sa ashtu ditë me hi, pse se në kokën e vetë e ka, vesh një kërkesë. Qatë kërkesë po se në ka trokit. Sa Allahu na i ka qelën, ja ka qelë ty të tina dhe ka dhonë mundësi tjera. Po ai si ka pa. Për këtë arsye dietarët, kur kanë folur për këtë temë, te hapja e derës, kanë thonën njerëzit kur ju ndohen në sprovë, ose kur kanë një kërkesë, kur kanë një nevojë, e lusin Zotin me ngulm, me zemër edhe trokasin derën e Zotit. Me arritjet nevojë, me arritjet qëllim, me arritjet knatësi që dëshirë që e kanë. Edhe kjo në është i zgatë. Edhe ata bëhen pesimist për derës që nuk u hapë. Kurse në realitet, në shtiktina ju ka hapë dera mas shumë se që kjo e ka mendu. Mas shumë se që kjo e ka kërku. Cila është dera më e madhe që ju ka hapë tina? Po shapëdon ma mirë se sa që tu ka hapë një derë e lidhjes tonë dhe pak ma speciale me Allahun. Shapëdon ma shumë. Nëse ka ndodhur një sprovë ose një kërkesë ose një nevojë jotja që të ka lidhë ty me Zotin edhe natën je çu pa e pas një të hiç. Nashin 10 vjet përpara kur si e çu, edhe e ke nisë mu çu natën, edhe me bën namaz natës, edhe me lut Zotin me sinqeritet, me zemër, atëherë ty të pas ka hap dera e madhe. Ty të pas ka hap dera më e madhe në jetën tënde. Dhe këta kanë treguar dietarë të hershëm, selefit. Kanë thonën na ka ndodhur diku na pi neve, ndoshta i ka ndodhur një sprovë që për atë sprovë ka rënë breng, ka rënë mërzi dhe është qu çdo natë e ka lut Zotin, pe knatësisë netëve që i ka kalu, duke e lut Zotin e ka harru sprovën. Thotë edhe ka dëshiru, ka pas shpresë, tani kështu është sa interesant. Ka pas shpresë e ka lut Allahun që mos më largu sprova. Paramendoni që tash. Po çonë unë be luti Zotin me gjithë zemër, me ma heq si sprovë. Masi që kun fillu me ndje, me shiju, me knaq, me lidhjen te me Allahun, tash pe bajt kundër. Tha mo Zot, vazhdoj që sprovë se mirë jam. U knaqa. La ilaha illallah. Për këtë arsye, këta dietar të hershëm, edhe kjo është edhe Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu përmend, kur i ka hunë dikush për namaze vetjake, vetanake që faret njëri vetë, se në xhami ka tjetër dispozit, kur i ka hunë dikush çfarë me bën njëri nëse zgat shumë namazin. Ka thonë nuk ka namaz që zgatët. Ka thonë s'ka namaz që zgatët. Pse? Nëse jetë u kënaqsh nuk ka zgjatim aty tani mo.
Nëse jetë u kënaqë, se vrena që u zgat. Problemi është keq që na nuk jena të u kënaqë. Tani sekondat na bëhen minuta, minutët na bëhen orë. A momentin që jetë u kënaqë, nuk e din as din as ka shkojnë bile. Ai ke pasur që e këshirin futbollin me kit zemër. 90 minuta ju duken si 9 minuta. A se vren që kanë shku bile, s'po hi për ata tjerë, domethënë që janë na për botat filmave, ato janë tjetër kategori. Apo po thamë edhe kështu. Ti nëse jetë u kënaqë dhe tu e ndje dhe tu e shiju adhurimin ndaj Allahut, atëherë kjo normalisht nuk krahasohet me minuta, me sekonda. Këtë arsye, po ashtu për dietarëve të hershëm, kanë thonë, disa për tyre kanë thonë që nuk ka kënaqësi për robën namaz derisa të fillojnë me shiju namazin. Derisa të fillojnë me shiju lutjen. Derisa të fillojnë me ndje kënaqësinë e tij namaz. E disa tjerë kanë thonë me bo vakia dikush. Ata kanë provu. Ata kanë folë për përvojës. Me bo vakia dikush. Me shiju tamam ç'është duhet. Lidhjen e tij me Allahun namaz nuk i vyn kur gjapi kënaqësive kësaj bote. Jo tash veç namaz. Çka duhesh këtë dynja që më rrin kur gjasi do këtë. Për këtë arsye ka pas për tyne që ja ka nisë me falë namaz edhe është mërzit që po del sabahi. Është pikëllu që po del sabahi. Tash përmenot dikush që ashtu pe baj krahasime banale, po janë krahasime aktuale. Përmenot dikush tash më ja nisë edhe me knu. Tash ka knojnë natën. Ai kur të hin ato tripat e vet, ai ka problem me dal sabahi, se thotë u kënaq ato knu. E këta njerëz në adhurim edhe në lidhje me Zotin çdo e kanë pas çast. Qatë shumë e kanë shiju, qatë shumë ju në kënaqë, qatë shumë e kanë dje, qatë shumë e kanë përjetu, lidhen e të në me Allahun, sa që kur ka fillu më bo sabah i mërzit. E ka fjallë për ty në të shumëta, për tabjenëve, për sahabeve, prej një kallablak që shpesh i lexon apo libra, që kanë thonën mos më konën, agjerimi i ditës, edhe namazi i natës, edhe vllaznillaki për hir të Allahut, s'kisha pas çfarë me jetun këtë dynjë. Agjerimi në filën e të forë, si në të forë agjerim obligativ, asi në të forë namaz obligativ, i në të forë namazin e natës. Dhe më hunë kanë mëri din qatë deregje, që ata me ndje dhe me shiju një shije të veçantë, si kur i shijojmë në gjërat e kësaj bote. Që kur që të pëlqen të shka dhe ullësh edhe janis me hongër, ose me pi, ose me pa, me sy, ose me ngu, me vesh, edhe mu knaq. Qashtu e kanë shiju ata namaz. E dashë vllazni, qështu ka mësi me tu hapën, dera e mbretit. Edhe që kjo derë nëse të hapët të ka hapë më e madhja. Kimi harru këto probleme tjera, cilat janë çështjet dynjas që vinë edhe shkojnë. A me bo vakia, me tu hapë, me tu qelë që kjo lidhja speciale, mes teje edhe Allahut, edhe ti me fillu me ndje adhurimin, edhe me fillu me shiju adhurimin, nuk ka në këtë dynja më të mirë se që kjo. S'po foli për botën tjetër, nuk e na të foli për botën tjetër, e na të foli për këtë dynjë. Nuk ka kënaqësi më të madhe se kjo. Po na për shkak se nuk e kena përjetu, edhe kur i lexojmë na po libra na duken sikur iluzione. Po ja, shka është kësa. Jo, veç krahasoj me njerëz të dynjas, çish bojnë mas dynjas edhe çish e nin vetën rahat edhe çish kënaqen, tani e vren që ata njerëz që janë tahiretit, ata e ndjejnë që të kënaqësi në lidhjen e tyre me Allahun. Edhe thot Ibn Taymi rahimahullahu ibn Qayyim Mastina, thot Allahu e ka bërë që çdo zemër e njeriut nëse e gjen kënaqësinë me Allahun, nuk ka më kënaqësi tjetër që i ngop. Çdo ka bëu Zoti zemër, kur e ka kriju e ka bëu kështu. Me bo vakia me gjeti kënaqësinë, tu kënaq, tu i lut Zotin, tu përgjëru atij, tu i nënshtru atij, tu mendu rreth mirave të tij, tu mendu rreth madhështisë së Allahut, dhe rreth kënaqësisë që Zoti i jep robit, atëherë tjetër shka është e mangët çdo sa. Tjetër shka është e mangët çdo sa. Këtë arsye Ibrahim ibn Adham e shumë tjerë kanë thonë fjalën e njohur që keni njëjë shpesh, me bë prisjet edhe mbretët me na ditë çfarë kënaqësie kena në namaz, kishin me na marr me luftë. Domthonë ishin munduar me çdo kush me namaz që të kënaqësi me jetu një jetën e tyre jashtë namazit. Një jetën e tyre të përditshme.
me bovakia me mujt me namar edhe me ditë ata çyshin ato kënaqsh në namaz, kishin me namar neve me zor, me marr çit kënaqësi dhe me jetu një jetën tërë edhe pse kanë qenë prisa. Ka fol për prisa, ka fol për mbretër. Nuk ka fol për njerëz thjesht. Ka fol për mbretër që i kanë krejta punë para dorës. Amo nuk e kanë lidhje me Allahun. Nuk e kanë çat lidhje që na të fol na, se na janë edhe muslimanë dhe e kanë një lidhje, po ne na të fol për një lidhje speciale. Andaj dashur vllazni, pe përmbyllim me këtë që e kam përmendur edhe para një jave ose 2 jave. Krejt meselja është namazin robi çysh e ban, çashtu i ka punët e veta në këtë dynjë. Krejt meselja çysh e ka çasën ndaj namazit, çashtu kam i pas edhe punët e veta në këtë dynjë. Wallahi çdo punë që i kena na allug të naut. Edhe si musliman, edhe si shqiptar, familje, jashtë familjes, kushi, në xhami, ku dush, wallahi piksi problemi kryesor është namazi. Problemi kryesor është namazi. Një për problemeve që të qasje na ndaj namazit, nëse nuk e ndryshojmë, nuk ka mundësi më ndryshu qasa jonë ndaj Allahut në mënyrë përgjithshme. Nëse ndryshojmë namazin, kena me ndryshu edhe qasën tonë me Allahun, ka më konë qasë e ma originale, ma e përzemërt, ma e për ullur, ma qysh dohet, edhe Allahu ka më ndrysh tani punë tjera. Për këtë arsye është transmetuar në disa prej haditheve, disa dietari bojnë sahiha hadithet, që vepra e parë për veprave të mira, që të ngritet për njerëzve para kiametit, ka me qenën frikë respektin namaz, el khushu, përjetimi i namazit. Derisa, thot në transmetim, derisa kime hi me një xhami, kime po shumë namazli, e asnjë që ja ka frikën Allahut. E asnjë që e fal namazin, tamam me frikë respekt dhe me ndikim khushu, që është arabisht. Ç'kjo e para ka më ngrit. Pse ka më ngrit e para? Për arsye se këta njerëz nuk e meritojnë me pas çit lidhje të veçantë me Allahin. Sa është para kiametit. Andaj çit lidhje duhet patjetër me mundu me rikthy, duke lexu, duke meditu, duke i përkthy suret, duat që i bëjmë namaz, duke u mundu mi kuptu, domethënë me përkthim që mi kuptu këtë lutje me Zotin çka na të lut, edhe me u lidh sa më shumë edhe me mundu me përjetu këtë kënaqësi që Zoti e ka vendosur për robët e tij në tokë. Allah na mëson që ta përjetojmë këtë kënaqësi, ta gjejmë shpërblimin e saj në ditën kur dalim para Allahut, edhe të na mësoj që të jemi robë të sinqertë të tij deri në momentin e fundit. Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.